Baronesha Ana Malfatti, e lindur në vitin 1936, ndoroi jetë në vitin 2023 në moshën 87 vjeçare. Ajo vendosi që të gjithë pasurinë e saj t'ia lindte pastrueses shqiptare, përveç rreth 1 milion eurosh në para të gatshme. Trashëgimia përfshin dhe 6 apartamente për një vlerë totale prej afër 5 milion eurosh. Megjithatë, 8 nipërit e baroneshës, të përfaqësuar nga avokati Claudio Malfer, kanë vënë në dyshim testamentin dhe kanë nisur një proces gjyqësor. Ata kanë hapur një çështje civile duke kërkuar anullimin e testamentit dhe paralelisht kanë bërë dhe një kallëzim penal kundër kujdestares 44 vjeçare, e mbrojtur nga avokati Nicola Canstrini, duke akuzuar se ka mashtruar dhe manipuluar baroneshën. Sipas prokurorisë së Reveteros, gruaja 44 vjeçare ka përfituar nga gjendja e rënduar mendore e baroneshës në një fazë që sipas tyre e pengonte atë të kuptonte dhe të vendoste me vetëdije. Në akt akuzë thuhet se në mars të 2022-shit ajo e ka bindur baroneshën të hartonte një testament ku e shpallte vetë kujdestaren trashëgimtare të vetme dhe një muaj më vonë ka marrë dhe një prokurë të përgjithshme notariale që jep kontroll mbi pasurinë. Në pritje të vendimit gjyqësor, prokuroria ka kërkuar dhe ka miratuar vendimin e gjykatës për sekuestrimin parandalues të gjithë pasurisë. Kujdestarja ndërkohë nuk e ka pranuar ende trashëgimin, pasi thotë se nuk dëshiron ta marrë atë pa u sqaruar nëse ka të drejtë ligjërisht. Janë në zhvillim dy procese, ai civil dhe penal, ndërkohë seanca paraprake u mbajt më 10 prill, por vendimi final do duhet të pritet në 8 maj, kur gjyqtarja hetuese Consuelo Pascuali do të vendosë nëse do ta pranojë palën civile pranë nipërit që është kundërshtuar nga mbrojtja e të pandehuros. Pas kësaj, gjykatësia do të shprehë mbi kërkesat e prokurorisë për të çuar çështjen në gjyq me akuzën e mashtrimit ndaj një personi të paaftë. Avokati kujdestares Nicola Canstrini ka ngritur dhe një shqetësim tjetër. Në këtë proces shoh rrezikun e racizmit dhe në mënyrë të pavetëdijshme, thot ai. Në argumentet e palës kundërshtare përmendet tradita familjare dhe gjakun që duhet respektuar, sikurse klientja ime të mos kishte pas rëndësi në jetën e baroneshës. Sipas tij është krejt e kundërta. Ai tregon se kujdestarja vazhdon të frekuentonte shtëpinë e baroneshës edhe pasi nuk punonte më aty, vetëm sepse baronesha kërkonte që të ishte pikërisht ajo që ta ndihmonte të shkonte në shtrat. Mbrojtja ka në dorë dhe një tjetër provë të fortë, një video që tregon momentin kur është hartuar testamenti përpara notarit në 21 mars 2022. Në këtë video, thot Canstrini, baronesha e korrigjon vetë notarin duke i thënë saktësisht emrin e kujdestares. Kjo tregon qartë se ajo është plotësisht e vetëdijshme për atë gjë që ajo po bënte.